Në gjykatën speciale, burg, murët gjata, shqipka, si dhujmë një metalta, dritaret, një dritare modhe, afër që sa kjo, po me nuk po ashtë kush veç murët edhe një barë. Po unë po ta fotin shumë keq, më dash t'i bëj 2 operacionin e Hagë. Po unë po ta fotin shumë keq, më dash t'i bëj 2 operacionin e Hagë. Sinqerisht është, unë për Hagën kom folë shumë pak, besoj se e dini, edhe në media gjithkohon. Për shkak që i kem shumë mrena. Presidentin Bacin Jakub, Regjen edhe Kadrin. Unë jam arrestu me 20 shtator 2020. Edhe Nasim Haradinin jemi arrestu bashkë. Unë kam qenë kryetar në asimin e kryetari organizat dhe jemi arrestu. Ne në Hagë 11 muaj kemi ndajt pa akt akuzë. Do të thotë kemi qenë të kinda punë. Mas 11 muajve ne kam pruhe vendimet e akt akuzës për 6 pika. Kjo kemi bishkejt këtu, kemi bu këtu, mas 11 muajve. Mas 13 muajve kemi ronë gjyqe. Hera parë. Do të thotë llogaritë. Si nuk u xhemet muaj, s'ka ligj në botë. Gjykat që të mana shumë neve na ka mojt. Sikur tash presidentin dhe të tjerë që 5 vite i mojt, deri tash gjyq maratonik bën llogaritë, tash kam fillu veç. Edhe kemi ronë gjyq, jemi denu 4 vjet e gjys, apelin e ka jek 3 muaj dhe kemi 4 vjet e 3 muaj. Në gjykatën speciale, burg, murët gjata, shqipka, si dhujmë një metalta, dritaret, një dritare modhe, afër që sa kjo, po me nuk po ashtë kush veç murët edhe një barë, ne ishëm bashkë gjithë. Nasimi, unë, presidenti Shëmtoqi, Baci Jakub, Katria, Regja, Sali Mustafa edhe Pjetër Shala. U bënëm 7 vetë në atë kohë që në pronëm burg. Dhe kemi kalu mirë, ne si shoshni, ne si njerëz, po si bashkëpunëtor kemi kalu as mirë se s'po më mirë. Na kanë ndihmu shumë sa Nasimi dhe Pjetri te ushqimi. S'ka të flasë me këtë bojmë edhe zutin hakune. Unë kam bërë shumë probleme, thash, kam qeni i vlloj vetëm në shpellë, s'kam ditë përgatiti, azo, ka 2 voa, po na i sëgjok në diçka me bukshë, se me përgatit ka ju. Po të falënderoj Zotin që ta ishtë ato me neve në të fatkeqësi, du më thonë, Zot njerë me thonë që se kanë qenë, po njarë sojna, po që qëllu me neve, Nasimi edhe Pjetri, na kanë përgatit ushqimin gjithmonë, na kanë ndihmu. Po unë po ta fotin shumë keq, më dash t'i bëj 2 operacionin e Hagë. Besoj keni ndëgjuar media të dini 2 operacione. Operacioni po Zoti mbi shtator. Mbi shtator operacioni po. To mërzitën shumë. Unë jam në spitalin e Mretit në Den Haag, qytet. Se mu do të urgjentisht më çumë operue, për shkak komës që edhe operova mbi 7 orë Zoti operacioni. Familjes për shkak po. Ndalu më rëpsisht. Familjan, tash njeme pos mund të api gripi e dina, sa do më thunë se lemo operacionit, se unë i kësha bo shumë edhe, jish në pytje koja jeta në rëzik. Arritëm fond, bashortën dhe një djallë ma prunë në vizitë në Hagë. Duhet të falenderoj një vajzë, tash është nëse martume, Ylka Gicin, zyrtore lartë ambasadës, aja ka qenë vizit në 8 ditë. Ato kanë një ju, me na po. Aja, nena ka nejtë gati shumë, sidomos mu ka nejtë shumë gati. Po gjithë dhe po mu në ishë në spital, gjithë mu, aja gjë informacion ka mu në spital, ka të regu familjes, ju ka të regu se kishtë të drejten, sa ambasada ka posë të tjetë, e ndërsume për qytetarin e vetë. Aja na ka nejtë aqë gati, sa unë me posë edhe motër, apo ku me dish ka me posë ato, më buja këthejt mirët e sajna. Që ashtë shumë na u kujdes për neve, se mos për muaja ka orën pa vizitu në spitalin e burgit, do në pa më nënam ka po. Aja. Mas një kohë ma prunën në bashortën dhe djallin e vogën në vizit, u lirova erda, dhe këta ishë mërzit shumë. Baci Jakub bëna si me presidentit të gjithë, mëse jesë bashkë me amnat mi përmen, Katrinë, Salin edhe Pjetër Shalin, kërën parë ta u gëzumë pikëgjimi, se s'kam posë informacione. Po në kolicë, unë mëra me nejtë në kolicë edhe në burg, mbi 4 muaj, në kolicë, në burg. Bidi një, do të më mesetit në përëbar, edhe morë presidenti me vashty kolicën, se unë ishe pa i lebetë shumë kolicë, edhe presidenti kështë e balë, e hapa të qitë këpa konë shumë, dhe ishë kohë vjeshte,
eftë, pithom, prezident është, leti Golicën dhash, se ti po e shpejt e unë po nardh. Se fryma, po e ziftot, thash, e i gropat se e ku pak më këdalje. Si në humor. Ani thash, pindrojnë në shofejt, babu një që sa humor të bu me presidentin. Operacioni dytë ka qenë 12 notës, kam pas infekcionin në gjak, kubi bakterje, të në dhërën zebza. është një smundje, 98% vdesin për kësaj smundje. Bili se mos Kosovës, merresh, se nuk ka. S'kan shkretit mjek, unë subi fajsu mjekësin, s'kan mjetë, s'kan. 98% vdesin për kësaj smundje. Edhe mund duhet pak para 10-ve, pse presidenti dhe këta ditë si mirë, thonë se ki temperaturë si mirë, tha që tash pipi dy tableta me vik të pi, ka një mbëtora më fillar më dridhë trupi, tash dorën zemër, mje kanë qenë okej me mu. Edhe stafi i gardianëve. Qatë flasë është marrë, as kanë qenë përpikt, as kanë qenë kujdes shumë. Gardian, gjithmonë flasë për gardian. As kanë qenë, për çdo sen kanë qenë, për neve kanë qenë shumë, bile ata ju vike keq pse i në borna. Ju vike keq, për zotën. Kanë do dhe me mu dhe me të tjerën, me gjithë ka orë keq. Tash na mund të flasëm çka do, mund tash jemi lirë, mund të them, mund mi shoh, po jo, gjëna mi shoh. Kanë edhe për diku për 10-15 minuta ka ardhur një më shpejt. Kanë ardhur një mjek, ai mjeki e dinë se jam çka mirë. Kum çojnë në spital, analizat thonë duhet me bëu urgjent operacion. Në ora 5 mëngjes më shtin sallë. Ka ardhur përkthyesja. Faleminderit bisojna shumë. Shumë e falënderoj për kthyesën. Kanë në sopë 7 ditë kanë në spital. Ka ardhur përkthyesja dhe thotë kemi një sallë urgjent. Mos më guxojmë se më një sallë. Edhe një sallë zot dikun afër dy orë ka zot operacioni, më kanë ikë protezën. Mas 2 ditë unë thonë du me ditë smundjen çka kam. Pse o operova, më në 15 ditë më ra 2 herë më operua. Arsye pse? Ta na vjen keshta e kini smundje 50-50. Kjo ka qenë real. Se atje në Evropë nuk kem shefin mjek. Na vjen geç, vim familja me të vizitu, familjes dash ti ju tregon dash mos u trego. Jeta ju është 50-50. Kjo ka qenë vërtet një bilën e Zotit. Edhe ato në hupa thujen e varforme çdo sen edhe llogaria se ka shkruar Zoti pas kështu me vdek çdo. Ka ndor familja ditën e tretë pikën për familjen. Prap. Ma shortja djali tani kanë një gjokshi marr familjen me ran, po bona të se 50-50. Tregon pas ditën e katërt tregoi thonë e ki një smundje, kubi bakterie, që unë nuk e disha çfarë është e bakterie. Është në gjak, është infektu gjokyt, edhe mu, ta i kena vendos 2 mrezha mrena, 2 krati ku pas, për mos me shku të zemra, të filtrim dhe me filtru gjokun, po besoj se kime pas një sukses. Besojna 5% tha, shumë ka thonë. Hisë su kuq, ditën e 7 ma shumë në gëzuat asone. Dita 7 ka qenë, ka një mrena, ma ka ndru gjokun kret, se më ka ndru gjokun në Holland, kret, edhe qa që fort që ishë gëzu mjeki, ka qenë mjeki i ri, me thonë 45 vjeçar, ta gucat ta urime, suksesa dhe shërimi, ta e kemi eliminu atë bakterje. Së më që e izolum, këtë me një fane e lonin, me në atë domin që e izolum, zisha që po ndodhë, këtë që e izolum, kërkush me mu veç, komunikojshin jash ati në e lonin që e izolum në dhomë, jash komunikojshin. Edhe me Moska, edhe kër e pasishim plakën këtë me Moska. Tha ti dhe pështove, na vjen mirë, tha, kjo suksesi ju në mëjmë ullën qitë spital, është rasti 4 që duhet me pështu për kësoj